Ka thonë pejgamberi sa edhe ai që se sabri nuk është i lehtë. Po ai që mundohet me bëj sabër, përpjeket, Zoti ka mënimu me bëj sabër. Andaj është një përpjekje. Dikush ka njëre, po e dibe që duhet me bëj pas po më jepë. Munohu. Jepe mundin ai që mundohet e trajnon vetveten sabër të vazhdueshëm, Allahu ka më dhënë sabër. Se Allahu ka dhënë sabër, jep kujt don. Sabri është po mënej rrezik i Allahut furnizim, Allahu jep kujt na don kët begati, kët vlerë dhe kët mirësi. Ama çfarë rrihet kjo? Nuk rrihet kjo të ndërvozër tu pretendu ose tu pas qef ose tu nejt, jo, munohu. Kom në sabër dal nga dash ka duke ushtu. Në herën e parë vjen rënë, nuk ka lehtë, po dal nga dal. Tu e ngun ligjërat, tu e ngun jetë një hadith, tu e kujtu sevapin tek Allahu xhallahu ka duke ushtu, niveli i sabrit në zemrën e njerëzve. Ama që punon për këtë, edhe e furnizon veten me sabër të vazhdueshëm, këtij Allah jep sabër. Por ai që smunohet për këtë fare, për të mirë sabër i gatshëm, ka zvjen ashtu. Dhe këto na mëson pejgamberi çysh kena mundësi me e përvetësu sabrin. E pse në është në situatat fillestare na mungon. Çfarë mundësi me mush zemrën sabër, pse është në fillim nuk ka sa duhet. Nuk mjafton me e përballu situatën. Mos u dorëzo. Mos u zgënje. Mos domthon u anko. Por fillo me e ushqyet me sabër. Çysh me ushqyet me sabër? Me çdo mësime. Ka thonë Allahu, ka thonë pejgamberi, njerëz kanë pas situata më të vështira, sot ka njerëz marrën se unë po kalojnë, unë prap çish më anku, këto e ushqejnë apo dal nga dal. E ai që mundohet, ka thonë pejgamberi sa, me përvetësu sabrin, ai që mundohet me bë sabër, Allah ka më ndihmu. E aty që Allah ndihmon, a ka sprovë që rrezon, jo valla nuk ka. Aty që Allah ndihmon, nuk ka kurçë, domon e bën me humbë. Andaj ti e fiton për krahin e Allahut, duke u përpjek me bë sabër.